Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, data sot është 30, më është i 6 viti 2026, e marrë gjithë ditën deri taksh, ndërsa jemi në ditën e fundit të muajit qershor. E kaluam gjysmën e vitit. Dhe në prag të pjesës së fundit të gjysmës së dytë, qeveria doli me deklaratë se kanë bërë rikonstruimin e saj. Por, ajo cila argëtoi dhe po argëton qytetarët, posaçërisht ato janë deklaratat e Vlenit se ne do marrim 6 ministri, do marrim këtë. Unë këtyre ditëve e pata thënë edhe në 2-3 podcastet e fundit se të kallzoni Besar Durmishit mos përzit këtë më kanë thënë gazetarët e VMRDP-s, të cilët ishin për një vizitë të tyre në Kodër të Diellit. Më kanë thënë në qytet të Tetov, nuk ka vend për të. Nuk ka vend. Ndërsa, ai i cili rrahte gjoks dhe vërtet e gjoks, unë isha thënë Vlenit në rastin e parë, mund të tash, kërkoni zëvendësimin e zëvendëskryeministit të parë nga radhët e Vlenit, Bekim Sali. Njeriu kërkon nuk është dhe nuk ka për në spoj. A dini çfarë tha para një, si do të them kështu, 28 qershor, para 2 ditëve. Ja të dëgjoni se çfarë tha, por do nxjerrë në gjuhën maqedonase. Пакетот кој што Влен продолжила со владењето, односно како дел од мнозинството, владиното мнозинство, тука останува Министерството за животна средина, Министерството за економија, правда, евроинтеграции, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Тоа се 6 ресорни министерства. Po pra, 6 dhe atë, disi rinte, unë e kam nga të 24 qasa orë, rinte thush ky ka çliru, jo vetëm Shkupin të tonë, për këtë Maqedoninë. Dhe për të them, është koha e fundit, Vlen, me gjysmë deklarata dhe me mashtrime, nuk shkohet. Nuk shkohet. Okej, ju dini, unë vetëm doja që t'ju ndihmoj që dhe gjatë gjithë kësaj kohës, pra, mershin për Besar Durmishin. Dhe Besar Durmishi flitoroi, nuk është më ministri i ekonomisë. Doli tash në mbrëmje, për fat të keq, dhe të gjuha maqedonase disa lajme dalin me vonesë, kryeministri i Maqedonisë, Mickovski, i cili tha, cili do jenë resorët që do i merr Vleni. Ja ndëgjoni pak. Unë do flas në detaj. Kryeministri i vendit, Kristian Mickovski, në një dalje para media, bëri të ditër emrat e ministrave në rikonstruimin e qeverisë. Mickovski bëri të ditër se VMRDP do të udhëheqë me Ministrinë për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini që udhëheqte Fatmir Limani. Tash do udhëheqë Gjoko Velkovski. Sashko Klekovski, nga Fondi Sigurimit Shëndetësor, kalon në krye të Ministrisë së Shëndetësisë që udhëheqte Azir Ali. A Azir? Što bitna? Nishtë, Ndërsa, në vend të tij, në Fondin Shëndetësor do të emërohet Zlatko Perinski. Ivan Stojković, nga Ministria për Marrëdhënien dhe Bashkësinë do të kalojë në krye të Ministrisë për Qeverisë Lokale. Dhe një kolega im gazetar, Furkani e kishte qelluar, e tash ka me akajt nënën komunave. Deri tash Ministrisë për Marrëdhënien dhe Bashkësinë tash do ja kaj Ministrisë për Qeverisë Lokale ku përfshin komunat. Pra, prej ditës së parë veç, ndërkaq, sa u përket partnerit të koalicionit Mickovski tha se Vlen në rikonstruimin e qeverisë merr Ministrinë e Drejtësisë, Kulturën dhe Ministrinë për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive. Dhe unë them, unë jam që Ministrinë e Drejtësisë ta merr Tonç Kasivari, të Kulturës Sedat Sulemani dhe Ministrinë për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive ta merr Agon Ferrati. Personalisht i kam njohur Ministrinë e Drejtësisë, Tonç Kasivarin, tash nuk e njoh, të Kulturës nuk e njoh, ndërsa Ministrinë për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive Agon Ferrati e njoh. Për këtë tyre i vetëm i cili nuk ka shere është Agon Ferrati. Okej, por në politikë duhet të ketë shere. Ndërsa, partneri tjetër i koalicionit do të marrë Ministrinë e Bujqësisë. Edhe këtu do ja kaj nënën bujqëve shqiptare me qenë prindërve. Mickovski bëri të ditur se resori për qeverisje të mirë shfrytëzohet, por ky resor do të jetë drejt për drejt në ingerencat e kabinetit të kryeministit.
Mes tjerësh, tha se rikonstruimi i qeverisë edhe një fazë e re që fokusin të ketë në efikasitet dhe rezultate konkrete për qytetarët. Po ashtu tash në mbrëmje një deklaratë tjetër e Mickovskit del dhe thotë Partia Demokratike Turke dhe edhe ajo pjesë e koalicionit. Shumë si shka të merë, ndonjë drejtori ose ndonjë resor ndryshe. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, Maqedonia sot, sado që 20 janar Mickovski ka prezentuar ministrat e ri të qeverisë, atë që quhet në rikonstruim të qeverisë të tij, dhe Bexhan Ilyas braktis Frontin Evropian e Bashkimit të Shumicës Parlamentare. U tregoj për Bexhanin. Unë kam qenë dhe pronari i radivisarit, por ashtu edhe udhëheqës, çdo gjë. Bexhanin e kam pas bashkëpunëtor në emisionet e gjuhës turke, programet e NATO-s. Bexhani është një djalë i mirë. Është djalë i mirë. Është bashkuar Shumicës Parlamentare. Okej, e drejtë e tij. Pra, edhe nëse zgjedhet ministër, pra, do bëhen që njoh dy ministra mirë, njërin e kam njoh shumë mirë, por tash nuk e njoh. Pra, Maqedonia vlon. Por, e dëgjova se çfarë tha ai i cili premtonte. Çfarë nuk premtonte? Bekim Sali. Vlen, largoheni se ai dhe Izet Megjiti kërkun nuk kapin spoj në deklaratat e tyre, thonë Tetov spoj, pra lidhje nuk kanë. Vërska. Nuk e di pse. Dhe. Tash në mbrëmje BDI Degan Tetov ka një reagim mjaft interesant. Dhe është mos e vërtet. Keni edhe të telegramin.mk, pra gjykata kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut më në fund kanë nxjerrë atë se çfarë ka bërë lidhur me ndërpritet vendimi për ndryshimin e emrave të rrugëve, të shtateve, urrave dhe objekte të tjera infrastrukturore në komunën e Tetovës. Dhe ka treguar aty pikë për pikë se çka mungon. Në vendimin e shpallur gjykata kushtetuese konfirmon, e keni të telegram.mk, mund të hyni direkt në faqen zyrtare të gjeni lajmin të gjykatës kushtetuese. Konfirmon se vendimi për emërtimin e rrugëve ishte miratuar me shumicën e nevojshme ligjore me 29 vota për dhe me votat e përfaqësuesve të komunitetit shumicë në vitin 2007. Por përgjegjësia e komunës së Tetovës tash, kjo e Bilal Kasami, qëndron te dështimi për ta dokumentuar dhe mbrojtur procedurën para gjykatës. Vetë vendimi thekson, në 4 raste gjykata kërkoi nga komuna e Tetovës dhe kondicione plot, por nga komuna u dorëzua vetëm lista e emrave. Po ashtu gjykata konstaton se nuk ka dëshmi se komuna ka dorëzuar kërkesë deri te qeveria për pëlqimin e nevojshëm paraprak. Dokumenti i cili ekziston, por udhëheqësia komunale për arsye të cilat duhet të shpjegojë përpara opinionit publik, vendosi qëllimisht ta fshehë. Pra, nuk u kontestua vullneti i Këshillit Komunal dhe as votimi, dështoi mbrojtja juridike e vendimit të vitit 2007. Vetëm sepse komuna edhe pse nga ajo kërkua 4 herë brenda një viti nuk paraqiti dokumentet që kishte detyrim të siguronte dhe të dorëzonte. Thushna Bilal Kasami, pioner. 4 herë komuna nuk e dorëzoi dokumentacion, 3 herë qeveria nuk dorëzoi përgjigje. Ky veprim apo mos veprim ngre dyshimin e arsyeshëm për një marrëveshje të fshehur. VMRO vlen ku vlen dhe Bilal Kasami të thosh shfaqen si ekzekutues të heshtur të agjendës Maqedonia përsëri e jotja, por me çmimin e emrave, historisë dhe dinjitetit të Tetovës e që godet çdo arritje shqiptare. Vendimi nuk u rrëzua për mungesë votash, u la të rrëzohet përmes thjeshtjes së koordinuar të despotët dhe shqiptarët e nështruar politikisht me dëshirë dhe etje për pushtet. Vendimin e plotë të gjykatës kushtetuese mund të gjeni në lidhje më poshtë UZ numër 10 thirrje për 2025 të telegram.mk. Pra dëgjohet. Çdo gjë është pastër, vetëm pisë është puna e komunës. Dhe dini çka këta mendonin se dërzojnë këtyre, dhe dërzojnë këta, të bëhen pantollave të mund të bëhen. Dhe shumë çka është e turbullt në këtë Maqedoni. Shumë çka është e turbullt. Mbani mend çfarë thoshte se ne do e luftojmë ministri Nikolovski. Dgjoni tash, humori. 919 objekte pa leje ndërtuar gjatë vitit të fundit në Maqedoninë e Veriut. Ai është ministri i transportit. Shumë objekte banimi, garazhe, tenda, parkingje dhe objekte të ndryshme janë regjistruar pa leje gjatë vitit të fundit në Maqedoninë e Veriut 2025. Numri i objekteve pa leje të regjistruar është 919. Detestoi Denajes, Lushan Nikolovski. Gjatë vitit 2025, numri më i madh i objekteve të ndërtuara pa leje 96.1 janë në pronësi private, ndërsa numri më i madh i objekteve të ndërtuara pa leje 18.6 janë objekte për banim, raportoi enti shtetëror i statistikës. Dhe dini çfarë ndodh?
Këta që po ndërtojnë objekte banimi privat, kinse, më thojza, dhe një vitit para dhe paguajnë me nga 1 euro ose 2 euro ose paguajnë 1% të vogël të tatimit për ndërtim. Përveç 169 vite, pa leje për banim, pa leje ndërtore dhe 110.000 ndërtime, të të plot full, 16 objekte afariste, 79 garaje, 164 garde, 9 shkallë, 6 terrasa, 22 veranda, 113 tenda, 17 objekte përkohshme dhe 106 objekte ndihmëse. Te 169 vite e banimit, 128 janë rezidenciale, 24 për banim dhe 17 për pushim. Okej, kjo është Maqedonia, ku ende veturat shiten të vitit 2000, 5.000, deri në vitin 2010, 5.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Në Gjermani këto merren pa pare ose në mënyrë simbolike 300-400 euro dhe pastaj kuptohet. Maksimumi 800-900 dogana dhe 200 euro regjistrimi, kretas 2.000 euro. Shesim 3.000, 5.000, 6.000. Okej. Kush rrezikon edhe fiton. Kush rrezikon. Dhe unë nuk isha mësuar Shabani, sikur mos isha ndal pak në Shqipëri, shtetin shqiptar. Pra. Ndalem pak te Edi Rama e pak më vonë te Dritan Goxha. Edi Rama. Sado që duket se është burr me fjalë, por më thotë se çdo kush që mban mjekër të bardhë, pleqt tonë thoshin dikur bosh plak me mjekër të bardhë. Thotë se çdo kush që mban mjekër të bardhë është edhe për mjekër të bardhë. Unë them, Edi Rama është mashtrues dhe të ndaj shtetit shqiptar, që nga viti 2014. Dini, ai tha se është koha që të bëjmë autostradën magjistrale e Adriatikut, apo jon, që lidh Kroacin, Malinizi. Do e bëjmë një urë në Bun, mbi Bun, lidhim Ulqinin rreth Shkodrës, të dalim në Lezhë, më duket tha, në Durrës dhe vazhdojmë te poshtë në Greqi. Me vetmin arsyetim se Bashkimi Evropian e kërkonte që për shkak të shumë zhvillimeve të ndryshme aso kohë dhe tash në Serbi, të dëmtohej Serbia materialisht sepse nuk do të kalonin nëpër autostradën Beograd-Shkup-Athinë. Pra, edhe turkët do delnin ose në Maqedoni ose do delnin atje në fund të Maqedonisë drejt për së drejti nëpërmes Shqipërisë drejt për së drejti në kufirin Greqi, Turqi. Dhe dini ju gjë? Jo, as unë nuk di gjë. Vetëm ai e di pra, Edi Rama. Që ti mos i mbete hatri Vučićit, ai nuk e bëri këtë. A dini sa fonde ka mund të vjel? Koka dhe dhe. Tash vazhdoj unë. Jo dini se unë bëham i mençëm. Edi Rama në vitin 2014 premtoi, por anashkaloi premtimin për autostradën e Veriut, Adriatiku jo. Për hir të fqinjës, Serbisë, Maqedonisë, Greqisë. Kjo autostradë do të ndërtojë rreth qytetit shqiptar deri në Greqi. Fillon nga Kroacia, e cila është e ndërtuar, bila ata kanë bërë një urë kaluese mbi atë që quhet deti i Bosnjës. Dhe shkon për detit Adriatik, pra nëpër Malë të Zi, dhe është funksionale deri në Ulqin, Malë të Zi. E pastaj, një urë duhet vetëm mbi lumin Buna. U tha rreth 2 milion euro nuk kushton. Duhet e kalonte rreth Shkodrës, poshtë dhe të arrinte në Durrës. E pastaj do vazhdonte për Greqi. Pjesën shqiptare Edi Rama nuk i filloi marrësetimin të fshirë në marrëveshje me Serbinë, Maqedoninë dhe Greqinë, sepse autostrada që ekziston Beograd-Shkup-Athinë do të dëmtojë materialisht për mos kalim të shteteve të ndryshme që do të anashkalonin autostradën e Serbisë, Maqedonisë drejt të kufirit mes Greqisë dhe Turqisë. Vetëm Edi Rama e di sa fond ndërkombëtare do kishte vjel shteti shqiptar. Vetëm ai e di. Me miliarda euro. Por të mos e prishte punën me fqinjtë e regionit përgjithshëm me Serbinë, nuk hyri realizimit të këtij projekti. Nuk hyri. Pra, edhe bile jam referuar një materiali së kohë që vete ka Ballkani Perëndimor kërkon ndërtimin e autostradës së Adriatikut, mba datë të vitit 2014. Dhe, për diçka tjetër prapë do ndalem te Edi Rama, se është mashtrues. Kala e Rëzafës në Shkodër është perla e kalave në Shqipëri dhe në Ballkan. A dini çfarë turizmi do të sillte? 4 sezonal. Njëherë për shkak të historisë, e dyta për shkak se është edhe ndërmjet liçenit edhe ndërmjet detit e kështu me radhë. Dhe megjithatë bukuritë e kalas. Pra, u la anësh nga Edi Rama pa u investuar dhe ndërtuar si kala në qytetet e tjera në jug të Shqipërisë. Për shembull ajo Gjirikastrës, Berratit e kështu me radhë.
Plus, Kalaja e Rozafës ka një histori mjaft interesante, të gjithë e dini. Ndërtohet ditën, prishen natën. Dhe do t'i merret turizmin, edhe Kalasë të Dubrovnikit. Cili është një shkrim, arkitektët europianë i kanë bërë për llogaritje për të ruajtur plus trashëgiminë kulturore, arkeologjike dhe ruajtjen e origjinalitetit të Kalasë. Sikur të bëheshin ndërtimet e mureve nga fillimi te Kalaja e Dubrovnikit, nuk janë ato mure që kanë ekzistuar, i kanë bërë më vonë. Shteti shqiptar do t'i kushtonte ndërmjet 30 deri 50 milionë euro. E këto do i ktheheshin si investim brenda 5 viteve. Jo 50 viteve si Kalaja e Dubrovnikit që fillojnë që shkon në Jugosllavisë. Por, fituesit më të mëdhej të kësaj do ishin që në ditën e parë bizneset e vogla dhe të mesme të rrethinës dhe qytetit të Shkodrës. Pra, do të materializoheshin nga turistët fjetja, bujtina, ushqimi e kështu me radhë. Pra, populli shqiptar, posaçërisht veriu i shtetit shqiptar, ti kërkoj llogari Edi Ramës. Pse kjo ndarje jug-veri? Për shkak të fesë, për shkak të shkajt, interesave shtetërore, jo. Çdo qytet që është në kuadër të shtetit shqiptar është i barabartë me gjithë qytetet e tjera. Pra, veriu i shtetit shqiptar u la anësh në investimet kapitale për 4 mandate të kryeministrisë së Edi Ramës. 16 vite ikën shpejt. Pse nuk u mor me veriun si me jugun? Vetëm ai e di, vetëm ai e di, vetëm ai e di. Dhe tash do ndalemi diku tjetër. Sot është për turën qethur, kanë protestuar sërish, protestuesit para kuvendit të shtetit shqiptar. Dhe ka pasur tensione para kuvendit. Mirë po, Dritan Gorçaj aty është ditë për ditë. Unë dhe Dritani, jo që njihemi mirë, po njihemi më mirë se çdo kush tjetër pra, përveç babait të tij dhe familjes së tij. Çka si dhe pse, kjo është histori tjetër. Dritani nuk ka të bëjë as pak me Iranin dhe sot u vërtetua ajo. Sot e vërtetua. Ka një film, Nicolas Cage, që me vllahun e vet shesin armatim. Me lejen e provave të lartë ushtarak të Amerikës. Dhe vllahun ja vrasin, por kur e marrin edhe këtë, e dërgojnë diku në një burg në podrum, ai thot telefonata e tretë do jetë dhe më kërkoni falje. Vërtet telefonata e tretë bie, paraqitet dikush dhe e liron Nicolas Cage. Pra, Dritani nuk ka të bëjë as pak me Iranin. E dini pse? Sepse besimi i tij fetar është musliman, por është bektashian. Nuk ka të bëjë as me sunitizmin, as me shiitizmin. Që është i drejtë shumë. Dhe syri pët si bën. Bile. Ka dhënë një deklaratë mjaft interesante këtyre ditëve. Ta dëgjojmë këtë e pastaj atë tjetër. This is me on day 1 since my son made me switch from running to Asgjë pra, s'ka një situatë, thjesht u shoqëruam me dyshimin për punësit e policisë, vetëm kaq. Sjellja e policisë në konsiderat ishte brenda normave etike, njerëzore dhe që parashën ligji, pra s'ka pasur asnjë eksces në gjëje. Na u la telefoni për të lajmëruar familjarët, uje gjitha mjetet e tjera, pra kjo ishte, çdo sjellje ishte brenda normales. Respekti ka qenë reciprok nga të dyja palët, nuk e pasur asgjë. A ju morën juve në pyetje dhe a është Atëherë nuk ka marrë në pyetje nga askush nuk është marrë pyetje, por është vetëm deklaratë. Pra si persona të shoqëruar, ato që parash e ligjit do të japë një deklaratë vetëm kaq, nuk ka akuzë për asgjë, nuk ka akuzë vetëm për një person ka akuzë. Edhe ai u lirua, ose pjesa tjetër vetëm të shoqëruar, ishin të shoqëruar dhe normalisht çështja e procedurës po shihni po lirohet me radhë, pra nuk ka asnjë lloj. ju folët për respekt reciprok brenda asociatit, po gjatë arrestimit edhe gjatë protestës mund të themi para kuvendit? Gjatë arrestimit ka pasur pak dhunë të ushtruar nga policia drejt kundrejt disa të shoqëruarve, në vetëm në momentin e arrestimit. Pastaj pjesa tjetër ka vazhduar normalisht pa shuprat. Që të themi drejtën, nuk jem se Po pra, një sinqeritet i papar. Ka të drejtë Dritani, pse? Ka të drejtë ta thotë. Dhe mund të edhe të mashtronte, por nuk e ka stilin ashtu. Pra, unë që dhe Dritani që njihemi është çështje tjetër. Dritani ka qenë bashkëpunëtori im. Në telegram.mk familjarisht njihemi dhe
Unë nuk e isha Mesut Shabani, sikur në vitin 2023, parandjeva diçka se mund të ketë diçka shumë interesante në atë që po lëviz këtyre ditëve. Pra, dhe lëvizi. Por, vetëm një minutë se jam live, pra, çdo gjë ka edhe kuptimin e vet. Unë protestova para ambasadës së Shqipërisë për Dritanin. Është viti 2023. Pra, Dritani së kohë mbaj në burg, nga burgu i shtetit shqiptar me një vendim mjaft interesant. Dhe tash kur e dëgjoj se çfarë thon, më qeshet. Dritani dhe UÇK-ja, më së vërtet, Dritani ka qenë pjesë UÇK-s. Bile plus, Dritani është pilot me profesion. Dhe, ka dhënë disa deklarata mjaft interesante. Pra, unë isha para ambasadës së Shqipërisë dhe ka interesant sepse nuk më del tash. Pa, do m'dale. Pra, ta dëgjojmë se çfarë them unë për Dritanin në para ambasadës së Shqipërisë 2023. Shubim, në fillim të serën, shtetet dhe qeverit nuk janë të një kuptimi, as juridik as logjik. Shteti mbetet, qeverit shkojnë në vit. Nuk protestojmë kundër shtetit shqiptar, por kundër politikave të gabuara të qeverisë Edi Rama ndaj çështjes Kosova dhe paraburgimit të ish ushtarëve krerë të OSHK-s në gjykatën speciale të Kosovës në Hallë. Shteti shqiptar dhe qeveria kanë me kushtetut të përkujdesen për gjithë shqiptarët jashtë vlerë. Ish ushtari i OSHK-s, zoti Driton Goxha në Tiranë, ka qenë dhe mbetet ende bashkëpunëtor gazetar investigativ gazetës online Telegram.vk nga viti 2021 dhe vazhdon të mbetet pa marrë parasysh paraburgimin këtyre ditëve. Driton Goxha përshpreh të mendimit të lirë në publik, po mbahet në paraburgim dhe bën përgatitje për dorëzim në gjykatën speciale të Kosovës në Hallë. Arsyetimi nuk qëndron se ka zbuluar emrat e dëshmitarëve të porositur nga Serbia, ku dhe ish udhëheqësit të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Kupres Nisi, Rezhet Selimi dhe të tjerë, që nënkupton përmbajtjen e UÇK-s si forcë mbrojtëse. Për fat të keq, paraburgosja e Driton Goxha është një sinjal i keq edhe për shumë ish ushtarë të UÇK-s se i pret fati i njëjtë nesër. Dikush edhe nga politika aktuale qeveritare shqiptare po i bën aminin Serbisë në arsyetimin për përzierje të shtetit shqiptar në luftën e Kosovës, që do të legjitimante kërkesën e Serbisë se Kosova ishte shkëputur me invazion ndihme të shtetit shqiptar. Serbia, sipas Kadin Adele dhe Virgjini, dhe sipas gjitha gjasave, nëse vazhdon kështu, atëherë pas ka pasur të drejtë në gjenocidin e popullatën e pamërit të shqiptarëve në Kosovë, kështu duhet të del nga gjykata. Kështu tentoi të bindë Miloševići botën dhe nuk ja do, përfundoi në Hallë. 20 vjet më vonë, dy Vučić mendimin e Edi Ramës po e realizojnë në gjykatën speciale të Kosovës në Hallë, pasi sulmi mediatik me NATO ndështoi nga Serbia post Miloševićiani. Shqiptarët jashtë kufijve të shtetit anë nuk mund të dallojnë shqip forcën në qeverinë shqiptare nga vetë shqiptarët e vërtet brenda qeverisë. Pra nuk e di kush janë grekët, serbët, malezët, maqedonisët, rusët brenda qeverisë, sepse na më shumë të folën të tyre. Ato flasin shqip gjuhën zyrtare dhe shqiptarët e vërtet nuk i shohin sipas veprimeve që bën qeveria e Edi Ramës. Greqia zyrtare hinë e del pa njoftim territorëve në Ima, bile dhe me kryebashkiakun e Atinës, ndërsa nuk i lejon shqiptarët në fakt çama të vizitojnë frontet varrezat të parë. Kërkojmë nga qeveria e Edi Ramës të mos dorëzojë zotin Driton Goxha në Hallë, se nuk ka fakte dhe bie ndesh me regulativën ndërkombëtare lidhur me lirinë të shprehur. Deri te gjykata speciale e Kosovës në Hag, dy qeveritë, e Shqipërisë dhe Kosovës, kërkojnë ndihmë juridike. Pse 13.000 shqiptarë në Kosovë që u vrarë dhe ende llogaritën shumica e tyre të zhdukur nga forcat ushtarake dhe paramilitare serbe vitin 1999 në Kosovë. Asnjë nuk u gjen në gjykim për gjenocid në gjykatën speciale të Kosovës në Hag. Kjo gjykatë autonomizohet të tonë vetëm shqiptarët apo çfarë do të me krime tjera në Kosovë? Pse kjo gjykatë që ka një nacionale? Vetëm shqiptarët e jo dhe serbët i përfshi për krimet në Kosovë. Asnjë dritash serb i hetuar. Ne në këtë tubim po zbulojmë një emër që të gjithë e presin, por që çarqet të caktuara evropiane nuk e lejojnë procesimin e tij, por emërojnë studentin e Miloševićit, shokun e pushkës të Arkanit, bashkëpunëtorin e Shesherit, Aleksandar Vučićin, i cili i pari e ka vendin në gjykatën speciale të Kosovës në Hag, pas krerëve të ish USHK-s që pojtohen me pa të drejtë. Pra, ndërsa do bënim pak edhe ironi, për të bërë shoqëri parasysh se nuk ndahen, mund t'i bashkangjitet edhe Edi Rama, i cili aso kohë viteve 1998 ishte ministri i kulturës. Pra ka elemente bazike për dyshime, kur ka marrëveshje të ka dhe përzierje të tërthon.
Ambasadës së Shqipërisë në Shkupi themi, ju kërkojmë falje, ju nuk keni fal, por politika e ka fal. Lirit pa kusht për tjetërngazhe dhe mosdërzimin në gjykatën speciale të Kosovës në Hag. Në të kundërtën, do ngrem padi private në gjykatën ndërkombëtare dhe mbi qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe kompenzim moral. Po pra, ishte muji 8, viti 2023-13 data. Dhe protestuo. Nuk ishte kush e di çfarë proteste madhe, por më rëndësi nga njëri është porosia. Dhe unë e krita porosi. Por, kur dëgjoj tash Edi Ramën se si ofendon, vërtet ai ka vend aty në aspektin fetar, nuk ka të drejtë të ofendoj askën. Pa marrë parasysh, ai për vetes le deklarohet çfarë të doj. Feja dhe mund të ndryshoj, por kombi Edi Rama nuk ndryshon. Vetëm kombi nuk ndryshon. Nuk është okay, për unë vazhdoj më tej. Dhe ka pasur këtyre ditëve deklarata mjaft interesante kundër Dritanit. Dhe Dritani vërtet është në udhën e tij të drejtë. Ai bile u kërkoi kosovarëve dhe gjithë të tjerëve, sepse kjo çështje që po ndodh në Shqipëri është çështje brenda shqiptare, shtetit shqiptar. Ato kërkojnë ndërheqjen e Edi Ramës. Nuk ka të bëjë me ekzistencën e shtetit. Ta dëgjojmë se çka tha edhe diçka tjetër. Parimi që vetëm ndërkombëtarët mund ta bëjnë rotacionin politik. Askush tjetër. Dhe ndërkombëtarët po bëjnë dhe një kryeministër që nuk po njohin realitetin Edhe gjë tjetër. Zabellë Plumbi. Dhe kush? Plumbi. Po tjetër fiktim. Është një personazh. Çfarë ke parasysh 21 janarit? Jo, kam parasysh Plumbin si në rastin e Avni Rustemi. Duke eliminuar thot liderët politik. Absolutisht po. Siç ka ndodhur Kosovë pak më herët. Si një Po kjo është më rënd. Jo, po jo, shumë e lehtë. Do të bëjmë si lera. Për të bërë është e lehtë. Për ta marrë sipër është e rëndë. Pastaj Si për mos arritur për të akti larguar. do një mbështetje politike. Akti është i lehtë. Po do mbështetje politike që ti pastaj të bësh votacion. Që s'duhet të inkurajuar, është një problem. Cilat janë deklaratat? Vetëm një koment për me. Cilat deklaratat janë pra këta që shesin Adheun, këta që shesin Shqipërinë. E ka shitur më totalisht. E kanë shitur më. Po e kanë shitur. Aktualisht, Armiri tha përshëndetje që jo më tamam. Armiri tha që solli një diplomat. Ai diplomati që solli është personi, është iniciatori i shitjes së detit të marrëveshjes parë. Ne e solli për detin. Shqiptarët janë sërish vollë, ka nevojë për shqiptarët janë rrah. Shqiptarët nuk kanë paguar akoma hadrën e gjakut për të jetuar në liri. Shqiptarët po jetojnë në skllavëri. Akoma po jetojnë në skllavëri. Opozita në përgjithësi. Po pra, ishte Dritani në elementin e tij në televizionet e shtetit shqiptar. Dhe pët si bëri syri. E dini se në Serbi ekziston, e financuar nga shteti, Crnaruka. Dhe njeriu që e krijoi ishte Nikola Pashiqi. Në atë kohë i thuan Nikola Pashiqi ka qenë kryeministër. Mbreti ka qenë dikush tjetër, Obrenović, familjarët, Karagjorgjević. Dhe thot kështu, ai ka kaluar të dy mbretërit. Dhe i thot, po Nikola, nesër nëse vjen rasti dhe ti thot, unë i pari ofron për të më likviduar. Për interesa shtetërore, i pari. Pra, lirisht edhe mua. Dhe pastaj, ajo organizat vra Aleksandar Obrenovićin në Francë. E kështu me radhë. Pra, shtetet të cilat kujdesen për Adheun dhe kufijtë e vet, ndryshe janë edhe ndryshe. Por, kjo ishte se përket Dritanit, ndërsa Edi Rama duhet dikush t'i ngrej padi lidhur me atë se pse ofendon besimet fetare, çfarë i tha këtij Taliban. Po edhe Talibanët janë njerëz, besim fetar. Çfarë nuk i tha? E ofendojnë gjitha. A ky me besim fetar është Bektashian. Edi Rama angazhoi që Bektashianët të kenë shtetin e tyre brenda Tiranës. Okej, nuk është okej, por unë vazhdojmë atë. Dhe po përsëris edhe njerëz se e kanë sqaruar disa herë, por njerëzit sikur harrohen. Bilal Kasami që shet në Tetov e ka gjinajnë më të madh. Dikush duhet t'i tregoj se gjitha vendet të cilat nuk kanë adresë, që shet ky, si trashëgimi, janë vakëfe. Pse? Ngrihen Tulli Farroxhallar, çfarë nuk kam rrugës në. Do as sqaroj. Në kohën e Mbretërisë Jugoslave, SKS, ose Mbretërisë Jugoslave, ka pasur një marrëveshje të fshehtë ndërmjet Bashkisë Fetare Islame, Mbretërisë,
Kishës katolike mbretërisë dhe kishës ortodoke slave dhe mbretërisë. Që nëse Mesut Shabani është i besimit musliman dhe vdes, nuk le askënd trashëgimtar, në mënyrë automatike i shkruhet bashkisë fetare si vakëf. E njëjta gjë ndodh me katolikën, nëse nuk le ndonjë trashëgimtar, në mënyrë automatike i shkruhet kishës katolike. E njëjta ka ndodhur edhe me komunitetin ortodoks. I shkruajtur nëse s'ka lënë trashëgimtar, unë them vakëfe se ashtu është përdorur termi, e shkruajtur. Dhe këtë shumica e njerëzve, jo që se din, e din, por nuk u kanë ta dëgjoj. Pra, çdo gjë që shitet është vakëf. Vakëfi pra është si dhuratë, si. Po ku qalon e? Dhe shteti që dhe mos u gjithatë në telasheve, gjykimeve, i ka nda me marrëveshje pra të tre komuniteteve. Cilit komunitet ka qenë ajo? S'lushna Bilal. Ta vash me shëndet, a? Çfarë nuk do të dëgjojmë prej pionerit? Çfarë nuk do të dëgjojmë prej pionerit? Nuk është okej, por pra edhe njerë. Shumë çka në Maqedoni. Dhe do ndalemi prapë edhe te korridori 8. Te korridori 8. Hajde vlen. I morët 6 postet. I morët. Do të jepni ta shifni në Mani Lubetenit me 0606 ta pritni vitin tjetër se si duket me Dilbi porti i Selanikut. Atje mund ta shihni i morët dhe çfarë? Tash do ja bëni politikën Nikolovskit për korridorin 8 me UNESCO-n. Çfarë do të dëgjosh? Pra, tha kemi pasur takime me kryetarët e komunës. Pse fshef mendiqyra nga Struganët? Duhet del të tregoj cili është pazari i mendiqyrës me qeverinë. Pazar ka. Por, edhe këta e dinë se rruga korridorit 8 duhet kaloj aty pare, por do mundohen që të paktën në emën të korridorit 8 ta shpëtojnë, sepse UNESCO do t'ja hek qytetit të UNESCO-s Ohrid për shkak se mbi 470 objekte, banime, hotele, e çfarë mos janë ndërtuar në vijën e parë të liçenit. E këta dalin 1 kilometër më lart, me atë merren. Tash dëshojnë mezi se presin thojza çfarë do të ndodh në Kore të Jugut. Çfarë mund të ndodh? Nuk është okej, por pra vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej Maqedonia vlon, por budallakit më të mëdha janë duke i përjetuar maqedonasët, duke i bërë maqedonasët ndaj shqiptarëve. Po pra. Dhe. Mashi, çfarë nuk do jep deklarata? Sot, në Shqip, është kapur një profesoresh universitare duke marrë 300 euro lidhur me miton për një notë. 300 euro. Sa notat të tjera jepen andej këndej, sa e çka e, kur gjë. Pra, dhe jemi në situatë që të dëgjëm, pra, sërish të dëgjëm Bekim Sali, i cili vetëm hyri shikon një fotografinë, është për gjuna për familjen e tij në të ardhmen. Çfarë pamje ka marrë, 6 ministri, dhe thua se ky është ka çliru, jo Skënderbeun, ata nuk e duan Skënderbeun, por e ka çliru. Dhe ai tjetri, del më i mençur, më i zgjuar, kryetari i komunës së Shkupit, Izet Meqiti. E lën këta të gabojnë e pastaj vetë del e mbron për çështjet e tjera. Dhe pastaj u thot, atje kur ndahen postet, çka s'u thot. Nuk është okej, por tash nuk e di a ka me zë po pas ka me gjë. Ka një reagim nga BDI-ja lidhur me kush i mbron postet e Vlenit. Rikonstruimi i paralajmëruar i qeverisë ka nxitur reagimet e opozitës. Sekretari Gjeneral i BDI-s Arbar Ademi tha se Vlen nuk ka fuqi politike në ekzekutiv dhe pretendoi se emrat e ministrave shqiptar po diktohen nga VMRO-DPMN, duke përmendur edhe emrin e Jeton Shasi. Me rekonstruim, pa rekonstruim. Vlenin qeverin nuk ka takat. Janë pa takat, nuk kanë potencë, vetë thonë, vetë promovojnë, janë kultukofak, cilët nuk e kanë mbështetjen e popullit, po janë aty për të realizuar interesa të tyre.
Unë dëgjoj se VMRO-DPMN propozon edhe emra të ministrave shqiptar të cilët vinë nga Vlen. Vlen nuk i propozon. Një prej tyre jeton Shasivari për cilë, me një sistem të Karakamishevës dhe VMRO-DPMN-s. Ndërkohë, LSDM e cilësoi rikonstruimin si zëvendësim të kurtos me murton, duke vlerësuar se ndryshimi i disa ministrave nuk do të sjellë asnjë përmirësim për qytetin. Në koalicionin e tenderëve nuk ndryshon asgjë thelbësore. Teatri është i njëjtë, aktorët janë të njëjtë, politikat e vjetra mbeten, praktikat e vjetra vazhdojnë, ndërsa emrat e rinj janë vetëm ambalazh i ri për të njëjtën qeverisje të pasuksesshme dhe të korruptuar, e cila vazhdon të prodhojë skandale të reja, tender të ri kriminal dhe zhgënjime të reja për qytetarët. Po pra, ndërsa, unë përveç Agon Feratit, të cilë nuk do i rigaditu, Sedat Selemanit dhe jeton shqiptarit për çdo ditë do të rigaditu për shkak të shumë shkaqe. Po sashrisht jeton Shasivarit për aferat një për një që ka ndodhur në Maqedoni, ai që duhet i procesuoj pra nga fillimi. Ministër jetash, nëse zgjidhesh. Dhe Sedat Selemani duhet i jep llogari si u bë gjithë ato mandate zëvendës ministër, botuesi shqiptar, shkrimtarë shqiptar, piktorë shqiptar, artistët shqiptar mbeten as 10% në buxhetin shtetëror. Zëvendës ministër ke qenë, është dashur t'i bish tavolinës. Okej, nuk është okej, këtu unë ju përshëndes. Dëgjohemi nesër mbrëma. Ishit në podcast-in Mesut Shabani me Mesut Shabani.